Qyteti i Gurtë i Gjirokastrës është kthyer në një prej stacioneve më të preferuar të turistëve me kampera. Ky lloj turizmi vitet e fundit në vendin tonë është kthyer në një trend dhe ditët e qëndrimit për këta turistë të huaj janë më të gjata. Ata janë nga vende të ndryshme të botës dhe shprehen se në Shqipëri dhe kryesisht në Gjirokastër ju pëlqen gjithçka: ushqimi, natyra e mikpritja. Where are you from? I'm from Germany. Unë vi nga Gjermania. Është era ime e parë këtu. Është një qytet i vjetër dhe shumë i bukur. Më ka pëlqyer shumë vendi, njerëzit, ushqimi në restorante. E kam parë në rrjetet sociale dhe vendosa ta vizitoj. Do ta sugjeroj dhe te miqtë e mi së shpejti. I think it's a nice town. We're from the Netherlands. Jam nga Holanda, më pëlqeu shumë Kështjella, qyteti që është i vjetër dhe tepër i bukur. Kemi qenë në Greqi dhe vendosëm të vim në Shqipëri, pasi e pam në internet. Mendoj se është një vend shumë tërheqës. And it was beautiful. Really enjoyed it. Turizmi me kampera është ndër të preferuarit e turistëve, të cilët kanë mundësinë të vizitojnë dhe eksplorojnë çdo vend me vlera historike e turistike.